Pjata nga e cila Ronaldo nuk heq kur dorë, I pëlqen si e gatua nëna Dolores. Cristiano Ronaldo është I njohur për kujdesin e tij ekstrem ndaj trupit të tij. Ai punon për të skulpturuar muskujt, për t'i mbrojtur dhe për të ndihmuar rigjenerimin e fibrave, duke shfrytëzuar dhe teknologjinë më të avancuar. Programi I tij personalizuar shkon paralelisht me një plan ushqimor të rrept, I cili përfshin deri në 6 vakte në ditë. Një dietë e shëndetshme e përshtatur për të si një kostum I qepur me dorë është një nga elementët kryesor që ndihmon të qëndrojë në formë dhe të mbetet I pacënuar nga lodhja fizike. Në moshën 40 vjeçare ai ende ruan një formë të jashtëzakonshme, pavarësisht viteve dhe përballjeve të ashpra në fushë. Ata që e kanë ndarë dhomën e zhveshjes me të, siç ka treguar Patrick Evra, që përjetoi çfarë do të thotë të hash një vakt me CR7, e din shumë mirë se sa I përkushtuar është ai ndaj regjimit të tij ushqimor. Ai shmang pijet alkolike dhe të gazuara, si dhe ndjek me përpikmëri një dietë të bazuar në produkte të shëndetshme. Kush mund ta harrojë gjestin e tij të famshëm në konferencën për shtyp, kur largoi me zemërim një shishe Coca-Cola dhe këshilloi të gjithë të pinin ujë. Ky është një nga ato detaje për të cilat ai nuk bën kompromis. Megjithatë, ekziston një pjatë së cilës peser fituesi topi të artë nuk mund t'i rezistojë dhe për të cilën është I gatshëm të bëjë një përjashtim, por me një kusht. Receta duhet jetë ajo e nënës së tij Dolores. Bëhet fjala për bakalau à bras, një gatim tradicional portugez, të cilin ai adhuron dhe konsumon shpesh. Madje edhe në restorantet e tij sigurohet që kuzhinierët ta përgatisin saktësisht sipas udhëzimeve të nënës së tij. Emri I saj e tregon vetë, është një gatim I përbër nga bakala, merluci, tharë, qep, patate dhe vezë. Ky është ndoshta I vetmi mëkat ushqimor që Ronaldo nuk mundet dhe nuk dëshiron ta shmang, jo vetëm për shkak të shijes, por edhe për vlerën e tij emocionale. Kjo pjatë e pasur dhe e shishme thuhet se është pikur nga një kuzhinier me emrin Bras, I cili zakonisht e nënshkruante emrin e tij me një Z në vend të S-s, duke ndjekur një drejtshkrim të vjetër portugez. Përgatitja e saj është mjaft e thjeshtë dhe shpejt. Ronaldo e ka konsumuar këtë pjatë që nga fëmijëria, duke ndjekur recetën e nënës së tij dhe vazhdon ta ai dhe sot sepse më kujton fëmijërinë dhe më mban të fortë, thot ai. Ai ka një dietë të bazuar në 3 ushqime kryesore: brokoli, mishpule dhe oriz. Kjo u konfirmua nga Duda Peters, një futbollist belg I Juventusit U23, I cili kishte mundësinë të shihte nga afër muskujt e përsosur të CR7-s gjatë kohës që ai luante në Torino. Sipas tij, Ronaldo konsumon kryesisht këto ushqime dhe gjithashtu pi shumë litra ujë çdo ditë.